Mirdita, prej 2 javësh, Edi Rama përpiqet të varrosë krimin e tij më të shëmtuar. Vendimin për bllokimin e hetimit dhe arrestimit të Lubi Ballukut për shkak se është vetë direkt autori dosjes, ose protagonisti kryesor i dosjes, më falni autori thash gabim. Siç e shikoni, emri Balluku, Lubi apo Belinda është i ndaluar të përdoret në studiot televizive. Nuk ekziston më në asnjë lajm, në asnjë debat, në asnjë koment, akti më i rënd në historinë e pluralizmit në Shqipëri. Grushti i shtetit, akti me të cilin Edi Rama mori publikisht para shqiptarëve dhe komunitetit ndërkombëtar të gjitha pushtetet në një dorë. Aktin e cilin aja zgjesoi një institucion i ngarkuar për akuzën e zyrtarëve imunitar në rast se ata përfshihen në vepra korruptive. Akti me të cilin ai de facto i mbylli dyert integrimit evropian të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Është shkalla më e lartë e censurës që do t'ja kishin lakmi edhe ajetullat e Teheranit. Një censurë të tillë mediatike te i kalon çdo lloj. Kjo censurë, ky injorim i dosjes Balluku, që është de facto dosja Rama, tregon se për këto media, këta puthador të regjimit, interesi publik nuk ekziston. Pa çka, sa ata janë aty për shkak të valës. Vala është publike. Është gjë tmerrsisht e rëndë. Është një shkelmim flagrant i interesit publik të shqiptarëve. Dhe lakejve të Edi Ramës dhe Belinda Ballukut, të cilët përpiqen dhe në këtë rast të gjejnë opozitën, sepse opozita nuk publikon dosjen. U them këtyre puthadorëve të paftyrë, të pander. Ju duken pak ju 50 milion euro të tunelit Llogaras. Ju duken pak ju 1 miliard euro në rrugë dhe dëshmit, dokumentat, se si janë ndërtuar 1 kilometër me 20 milion euro dhe shpërndarja atyre tek Bolinot dhe Stërbolinot. Çka këtu turpe, po kur s'kan turp nuk din ç'bëjnë. Pra,
nuk ndalen tek akti i grushtit shtetit që bërë ndaj drejtësisë. Ato që janë publikuar për Belinda Ballukun, ato janë të mjaftueshme, siç tha prokurori Omjeran, e puthador të Edi Rams, për të thënë fjalë tjetër, për 36 vite burg. Ato kanë dalë. Dhe ju si fshini dot me asgjë. Antarët e komisionit të mandateve nga opozita kanë firmosur me përgjegjësi penale se do i përmbahen kërkesë prokurorisë dhe ky është një kusht i shtetit ligjor. Dhe opozita nuk e shkel këtë. Pse Mjeran, puthador, përpiqen të rësojnë me këtë dosjen e tunelit Llogaras. Dosje me 50 milion euro të zhdukura, të qartë, në fakt 90. Dosjet e Unaz Tiranës dhe dosjet tjera. Pra, në vend se mediat ta kenë çështje kryesore, asgjësi me sistemi drejtësisë, merren me çështje krejtësisht tjera. Problemi i tyre më prekupues është se pse po proteston opozita. Nuk ka skllavëri më të madhe, nuk ka dëshmi më të madhe të skllavërisë tyre ndaj regjimit se sa kjo. Ndaj dhe denoj me forcën më të madhe këtë censurë të vendosur me para dhe me presion politik mbi mediat. Nga Edi Rama, Lubi Balluku. Shikoni çfarë ndodh. Ka 2 javë parlamenti ka mbyll dyert, si dyqani Belindës, i Lubis. Është bërë si dyqani Rama Lubia. Nuk ka seanca. Vetëm që shqiptarët mos dëgjojnë nga deputet të opozitës denoncimin e këtij akti. Edhe parlamentin e shndrojnë në një privat, në një institucion privat. Ndaj dhe ju bëj thirrje mediave. Të rikthehen misionin e tyre të mbrojtjes interesit publik. Por ndryshe, ju që përdorni studio dhe fjalën si angjar kundër të vërtetës, do rjeshtoj në mënyrë më të turpshme dhe do përfundoni në analet e diktaturës. Çështje tjetër që duhet paraqes këtu denoncoj me forcën më të madhe Edi Ramën. Prej mbi një muaj dhe më shumë, Adriana Kalaja, antare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe kryetare e gjykatës saj, ka marrë kërcënime me vdekje për paditë që ajo i ka bërë personalisht Edi Rams dhe Linda Rams. Në skap për sarajet e Surrelit dhe aferat tjera korruptive.
duhet të them se policia e bëri detyrën e vetë. Policia, pas njoftimit të zonjës Kalaja, përcolli çështjen në prokurori, por është bërë një muaj dhe për çështja flen në prokurorinë e Tiranës me gjithë emergjencën që ka, kërcënim me jetë i një njeriu dhe nuk është hapur asnjë çështje penale. Faqja zyrtare, faqja në web e vrasit me pagesë të Edi Ramës, vrasit digital me pagesë të Edi Ramës, është e hapur. Por vrasi digital me pagesë i Edi Ramës është i mbrojtur nga Edi Rama. Dhe as faqja nuk i mbyllet. Imagjinoni ju se si përdoren të gjitha mjetet për të terrorizuar qytetarët, kundërshtarët. Adriana Kalaja natyrisht nuk mposhtet, nuk ndikohet nga kërcënimet e Edi Ramës dhe banditëve të tij, por jam këtu për ta paralajmëruar se në mënyrë absolute çdo lloj incidenti me zonjën do ta paguaj personalisht ai vetë. Nuk ka diskutim këtu. Ai nxit vrasës digital me pagesë. Të kërcënojnë me jetë njerëz që bëjnë detyrën ndaj qytetarëve dhe padisin në prokurori dhe në gjykata Edi Ramën. Faleminderit, këto kisha. Precedenti i Belinda Ballukut ekziston, pra kemi një blokadë që parlamenti ka bërë për refuzimin e heqjes së imunitetit të saj dhe nga ana tjetër Partia Socialiste harton dhe miraton ligje për të mbrojtur veten dhe zyrtarët e lartë nga hetimet. A ka fuqi SPAK-u të veprojë përtej blokadës parlamentare? A keni ju një thirrje për drejtësinë për këto raste, jo vetëm për Ballukun, por ndoshta nesër edhe për zyrtar tjerë të lartë të qeverisë që përfshihen në afera korruptive? Pyetja e parë. Tani, ajo çka duhet të them, nuk kam patur kur dyshim se SPAK-un është në kontroll të plot të Edi Ramës. Këtë nuk kam dyshuar. Por ndodhi që një prokuror, besnik i ligjit, i gjetur para dokumentave dhe fakteve dhe dëshmive flagrante, mori guximin dhe ngriti akt padi ndaj Lubi Ballukut. Duhet them këtu se Altin Troplini e frenoi atë rreth 3 muaj. Kjo është e vërteta. Por më në fund, kur prokurori i çështjes e firmosi, u detyroi ta firmos. Tani, ky prokuror zbatoi ligjin, u kërcënua. Ky prokuror është kërcënuar në mënyrën më të egër
është kërcënuar nga vrasës të dërguar nga Lubi Balluku dhe Edi Rama. Është kërcënuar nga Edi Rama vetë. Është kërcënuar nga gjithë anët. Ky prokuror nuk është tërhequr. I ka qëndruar gjë në fund ligjit siç duhet t'i qëndrojë. Natyrisht, skapi ka një numër 20 prokuror, 80 BK-ista, midis tyre sigurisht ka njerëz që bëjnë ligjin, besnik ligjit, po ka pastaj kriminal më të këqij se çdo kriminal tjetër, që komunikojnë me Edi Ramën, që dekonspirojnë çdo hetim, që komunikojnë me kriminal. Por përpjekja e fundit e Spakut për Lubi Ballukun dëshmoj se Edi Rama është i aftë të marrë çdo vendim për të mbrojtur korrupsionin e tij dhe të bashkëpunëtorëve të tij. Ju e dini. Në vitin 2011, ish zëvendës kryeministri Ilir Meta dha dorëheqjen dhe dorëzoi imunitetin përpara se të kërkonte prokuroria atë. Për këta që thonë se shqiptarët e kanë, si me thonë, korrupsionin moral të tyre. Ata që thonë këte kanë vetë moral korrupsionin me Edi Ramën. Por shqiptarët kanë zbatuar ligjet, kanë patur shtet ligjor, kanë zbatuar kushtetutën, nuk kanë bllokuar kur prokurorin. Në asnjë rast, cila do që kanë qenë marrëdhëniet me te. Ndaj dhe duhet pranuar se de facto Spaku nuk ekziston më. Misioni i tij është hetimi dhe ndjekja penale e personave me imunitet dhe krimit organizuar. Tani hyn në fuqi vendimi Famzi Sadushi, vendimi i cili nuk lejon më arrestimin pa vendim përfundimtar të bosëve të karteleve të drogës dhe antarëve të organizatës kriminale të kryesuar nga Edi Rama të qeverisë shqiptare. Kjo është situata. Mbeten vetëm shqiptarët të thonë fjalën e tyre, të marrin dorë fatin e tyre, protesta. Së opozitës, zoti Berisha. Protesta e radhës do të jetë shumë shpejt. Do të jetë shumë shpejt dhe shumë e fuqishme. Nuk ka sot rrugë e vetme, është protesta. Një pyetje të fundit për bordin e naftës, i cili është paralajmëruar se do të mblidhet sot pas rritjes së çmimit të naftës. Si e shikoni masat që kanë marrë qeveria deri më tani? E ka monitoruar nga afër situatën, ndërkohë që sot tha se do të mbledhet. Në shkelnim flagrant të interesave të qytetarëve, në mbrojtje të oligopolit dhe interesave të qeverisë. Nuk ka nevojë për bord, por gjysmo taksat vendos nivelin e taksave që ka Kosova dhe Maqedonia, pastaj le të guxoj kusht të shes 100 ark më shtrejt naftën në pompat e Shqipërisë, që të marrë atë që meriton. Po në qoftë se ke vendosur ngarkesën fiskale
shumë më të lartë se vendet e OECD-s, 33% më të lartë se vendet e OECD-s, të cilat kanë 5 herë më të mëdha të ardhurat për frymë se Shqipëria, se 6 herë, pastaj ti ke vendosur një gjob të rënd mbi qytetarët e vendit. Zoti Berisha, deputetja Jorida Tabaku është shprehur sot kundër vendimit për përjashtimin e Ervin Salianit me argumentin se Partia Demokratike nuk e ka luksin të humbë askënd. Kush? Deputetja Jorida Tabaku është shprehur kundër vendimit për përjashtimin e Ervin Salianit. Ajo s'pari një herë deputetja ka shprehur mendimin e vet. Dhe kjo është një gjë krejt normale. Së dyti, nuk është përjashtuar, është vetë përjashtuar. Është vetë përjashtuar. Vetë përjashtimi është kur ti shkel në mënyrë flagrante ato që ka thot statuti i partisë tënde. Kjo është e vërteta. Për djeni, nuk ka patur asnjë funksion, as në Këshill Kombëtar, as në kryesi, në asnjë institucion. Pasi doli nga burgu për ta respektuar, u kooptuar përkohësisht në kryesi dhe tregoj se nuk ishte ide. U vetë përjashtuar me aktet që bëri, kaq. Nuk ka bashkëpunim me krimi, nuk fal kjo parti. Nuk falim ne, e kemi të prerat e mënyrë absolute. Mirupafshim.